Partia Demokratike nisot protestat kundër qeverisë për herë të parë pas humbjes së zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Sot, populli opozitar inauguron fillimin e foltores së parlamentit qytetar, parlamentaro qytetar para ndërtesës së kryeministrisë me kërkesën e prerë dhe të vetme dorëheqjen e Edi Ramës dhe Lubi Ballukut si hapi parë për të ecur drejt një qeverie teknike dhe zgjedhjeve të lira të ndershme. Protesta do të fillojë në orën 18 e parashikohet të zgjasë rreth 120 minuta. Në këtë protestë do të flasë kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, rreth 10 deputetësi dhe disa mbështetës të opozitës. Përveç kërkesës për dorëheqjen e Edi Ramës dhe numri 2 të qeverisë Belinda Ballukut, udhimi është konceptuar si një hapësirë ku opozita do të diskutojë për çështje të ndryshme, për të cilat nuk mund të diskutojë në seancë plenare, pasi prej fillimit të legjislaturës, majoranca në shumicën e seancave ka vendosur të ndërpresë diskutimet e të kalojë në proces votimi. Protestat e opozitës nuk do synojnë të kenë pjesëmarrje të lartë, por do të jenë të qëndrueshme. Burime pranë Partisë Demokratike bëjnë me dije se ato do të zhvillohen çdo javë para zyrave të kryeministrit Edi Rama, me të njëjtin model si protestat që u zhvilluan para bashkisë për rreth 10 muaj me radhë.